Kokaina është një nga drogat më të kërkuara dhe më fitimprurëse në botë. Mira tonë të kësaj substance sintetizohen çdo vit në xhunglat e Amerikës Latine dhe shpërndahen në tregjet e paligjshme të Europës, ku kërkesa është gjithmonë në rritje. Por rruga që ndjek kjo drogë nuk është e thjeshtë. Për të kuptuar plotësisht se si prodhohet dhe shpërndahet kokaina, duhet të udhëtojmë nëpër 3 kontinente, të eksplorojmë një industri të organizuara me struktura paramilitare, laboratorë të fshehtë, rrjete të sofistikuara logjistike dhe korrupsion të thellë në nivelet më të larta të pushtetit. Gjithçka nis në Andet e Kolumbisë, Perus dhe Bolivis, ku rritet bima e quajtur koka. Fletët e saj përmbajnë alkolidin që shndërrohet në kokainë. Fermerët e varfër, të cilët shpesh nuk kanë alternativë tjetër për të mbijetuar ekonomikisht, kultivojnë këtë bimë me përkushtim, duke punuar orë të tëra në diellin përvolues për të mbledhur fletët që më pas do të bëhen burimi kryesorit të ardhurave të karteleve të drogës. Fletët thahen dhe përzihen me kimikate industriale si acidi sulfurik, benzina, soda kaustike dhe acidi hidroklorik. Këto përbërës krijojnë një substancë të bardhë pastë që më pas rafinohet në laborator të improvizuar në xhungull për të krijuar bazën e kokainës. Laboratorët shpesh janë të mbrojtur nga forcat e armatosura të karteleve, të cilat janë të pajisur me armë të rënda, dronë mbikëqyrës dhe pajisje teknologjike që rivalizojnë ato të agjensive ligjzbatuese. Në këtë pikë, kokaina është në formën e saj të papërpunuar. Transportimi është hapi tjetër dhe më kritik. Kartelet përdorin avion të vegjël pa leje, nën marinë artizanal, kamion, kuaj dhe gomer, madje edhe njerëz që gëlltisin paketa të vogla të mbështjella me plastik. Çdo metodë është e vlefshme, për sa kohë që arrin të shmang autoritetet. Pasi kokaina kalon kufit kombëtar dhe arrin në brigjet e Amerikës Qendrore, ajo nis një udhëtim të gjatë drejt Meksikës dhe përjandej drejt SBA-s ose Europës. Meksika është një nyje qendrore për logjistikën e kokainës, me kartele si Sinaloa dhe CJNG që kontrollojnë shumicën e trafikimit ndërkombëtar. Nëse destinacioni është Europa, ngarkesat kalojnë zakonisht nëpër Karaibe ose Amerikën Qendrore, duke u ngarkuar në kontejner të fshehur në anije tregtare. Portet kryesore ku zbarkon kokaina janë Antwerp në Belgjik, Rotterdam në Holandë dhe Algeciras në Spanjë. Këto porte janë nyje të mëdha logjistike dhe ofrojnë mundësi të shumta për të maskuar ngarkesat ilegale brenda produkteve legale si bananet, lëndët e ndërtimit apo drithrat. Në shumë raste, doganierët janë të korruptuar ose të kërcënuar nga organizatat kriminale për të lejuar kalimin e drogës pa kontroll. Në të tjera raste, portet janë aq të ngarkuara se nuk kanë kapacitetin e duhur për të kontrolluar çdo kontejner. Sapo kokaina hyn në Europë, ajo kalon në dorën e rrjeteve kriminale të organizuara që shpërndajnë në qytetet e mëdha si Londër, Paris, Berlin, Madrid, Milano apo Bruksel. Këto rrjete shpesh janë të përbëra nga mafia ndërkombëtare si Ndrangheta italiane, mafia shqiptare, klanet marokiene dhe organizatat të tjera ballkanike që kanë krijuar lidhje të fuqishme mes tyre për të siguruar furnizimin, transportin dhe shpërndarjen. Për shembull, mafia shqiptare është bërë një aktor kyç në shpërndarjen e kokainës në Europë falë rrjeteve të saj fleksibël dhe brutalitetit të saj të njohur. Pasi mbërrin në depo të fshehura në periferi të qyteteve, kokaina ndahet, përzihet shpesh me substanca të tjera si lidokaina apo talk për të rritur sasinë dhe më pas shpërndahet nga dealerët në rrugë, klube natë dhe ambiente të tjera ku ekziston kërkesa. Çmimi i kokainës mund të arrijë deri në 200 euro për gram në Europën perëndimore, ndërsa kostoja për ta prodhuar është vetëm disa euro për gram në Kolumbi, çka tregon fitimin e jashtëzakonshëm që kjo industri prodhon. Kartelet kolumbian dhe rrjetet europiane ndajnë fitimet nëpërmjet një sistemi të sofistikuar pagesash që shmang sistemin bankar tradicional, duke përdorur sisteme si hawala, pagesa me kriptomoneda, apo kompani guacka që shërbejnë si mbulesë për transaksione të mëdha.
por kjo industri ka një kosto njerëzore dhe shoqërore shkatërruese. Mira njerëz vriten çdo vit në Amerikën Latine në luftën për kontrollin e rrugëve të trafikimit. Qindra tonelata kimikatesh helmuese derdhen në lumenj dhe tokë, duke ndodhur ambientin dhe shkatëruar ekosistemet e xhunglave. Në Europë, përdoruesit bin viktime e varësisë, krimit të dhunshëm dhe dëmeve të shëndetit mendor dhe fizik. Shpesh, dillerët janë të rinj nga lagjet e varfra që rekrutohen nga rrjetet kriminale si mënyra e vetme për të fituar para. Qeverit përpiqen të luftojnë këtë treg nëpërmes operacioneve policore, arrestimeve të krerëve të organizatave dhe sekuestrimit të ngarkesave, por në shumë raste, struktura kriminale janë më të shpejta, më të pasura dhe më mirë të organizuar se sa institucionet që përpiqen t'i ndalojnë. Ka raste kur bashkëpunimi ndërkombëtar ka sjellë rezultate të mëdha, siç ishte operacioni 003, ku kapën mbi 50 ton kokainë në portin e Rotterdamit, apo arrestimi i Dairo Antonio Usuga, i njohur si Otoniel, kreu i kartelit kolumbian Clan del Golfo. Për çdo lider që bie, një tjetër ngrihet për ta zëvendësuar, duke mbajtur këtë cikël të krimit në vazhdim. Lufta ndaj kokainës është më shumë se një betejë kundër drogës. Është një luftë për kontrollin e territoreve, për influencë politike, për pasuri dhe pushtet. Në fund, është një histori që tregon se si njerëzimi, në kërkim të fitimit dhe kënaqësisë, është i gatshëm të ndërtojë një industri që vret, ndot, korrupton dhe shkatërron pa mëshirë.